Goodbye. But when will I see you again? Oh, never, never. Si mund t'i drejtosh flokut kur ke rutinën perfekte për flok kaçurela? Me produktet e duhura, kaçurelat e tua të gjithë do t'i kishin zilit. Do t'ju tregoj sot rutinën time të kaçurelave me produktet nga Fatmarella. Hapi parë për flokët kaçurela është aplikimi i maskës me vajin e ricini dhe ekstraktin e mëndafshit dhe do ta aplikojmë në flok të njomur. Okej, aplikoj në gjithë duar dhe mundohem që ta aplikoj nga rënja në të gjithë gjatësinë e flokut deri tek maja. Maskën do ta mbajmë për 30 minuta në flok dhe më pas do vazhdojmë me rutinën e flokut. Përveç ekstraktit të mëndafshit, kjo linjë përmban edhe vaj ricini i cili ushqen flokun, e hidraton atë, i bën kaçurelat më smooth, më të lëmuara. Dhe si rezultat do të kemi një flok i cili është më i hidratuar, do të rritet elasticiteti i flokut dhe si pasojë do të zvogëlohet elektrizimi dhe këputja e tij. Do të vazhdojmë me larjen e flokut me shampon me ekstrakte të mëndafshit. Aplikojmë një sasi të shampos në skak duke mbajtur dhe masazhuar për 2-3 minuta. Vazhdojmë duke përdorur conditioner i cili jep shkëlqim flokëve dhe i zbut ato. Dhe lëm në flok për 5 minuta. Një rutinë e thjeshtë mirëmbajtje me 3 produkte për të pasur kaçurelat perfekte.